Përshëndetje të gjithëve, edhe faleminderit për ftesën. Më bëhet shumë qefi që në intervistën time të parë për librin e zhvilloj Buzdetit, pasi për mua veti ka shumë simbolika të bukura, ka pjesën e misterit, të thellësisë, të panjohurës. Dhe këto janë disa nga gjërat që edhe unë i kam shkruar te libri. Edhe po ta shihni dhe imazhin e parë që kam zgjedhur, është pikërisht një moment ritualistik që ndodh Buzdetit. Ky libër ka nisur paksa në mënyrë të çuditshme. Unë, domethënë, nga ajo që bëj dhe ajo që kam shkruar janë si të thuash kontradiktore. Unë jam me profesion jam inxhinier dhe kam qenë për një kohë të gjatë në një ekstrem tjetër të Shqipërisë, në veri të Shqipërisë, në Tropoj. Edhe atje në një peizazh shumë të bukur që ndryshonte mes katër stinëve, nga ai gjelbërimi i madh që duket si në një pyll tropikal tek ajo pjesa e verës që dilte ai dielli që gjallërohej, ai lumi kristal tek ajo bora që vinte në dimër që zbardhej gjithçka. Atje kanë filluar frymëzimet e mia të para, midis këtyre peizazhit të egër, e them, por edhe të bukur. Aty kam filluar të shkruaj, të flas për përjetimet që ndjeja që kisha së brëndshmi, filloi të jepja formë. Edhe pas një kohe u bën shumë. Se unë fillimisht as që e nisa për të shkruar një libër. Thjesht më shumë që të ndaja gjëra që përjetoja së brëndshme. Dhe pa si u bën shumë, thash, çfarë do bëj me të gjitha këta? Dhe ato që vendosa është që më erdhi në mendje është që do shkruaj një libër. Dhe atje u gëzova shumë. Edhe fillova më pas ta strukturoj, të shkruaj, të jap një formë më konkrete të gjitha atyre shënimeve që kisha, por që ende diçka mungonte, sikur mungonte ajo ideja qendrore për çfarë do flas, për çfarë po bëhet fjalë. Edhe duke pothuajse kisha arritur në fund, po prapë diçka mungonte. Dhe në atë moment, duke shkruar, më erdhi ajo ideja qendrore për çfarë po bëhet fjalë. Edhe më desh që ta rishkruaja nga fillimi. Ato që kisha shënuar i hodha të gjitha poshtë. Edhe fillova përsëri nga fillimi, tani me një ide të qartë, me një ide qendrore dhe çfarë më mungonte realisht te libri. Arrita që ta plotësoj dhe ai të bëhet i plot. Pra të ketë atë gjë për të cilën unë dua të flas. Por kjo është më shumë pjesa që kush jam unë edhe si ishte procesi që kam bërë unë, por doja të flisë pak edhe për çfarë po bëhet fjalë, çfarë është libri. Libri pra është një lloj misteri i vazhdueshëm, që në çdo kapitull fillon edhe mëson diçka më shumë, po dhe nga ana tjetër të krijohen më shumë pyetje për çfarë po bëhet fjalë, çfarë ka atje së brendshme, çfarë është ajo që po vjen, çfarë është ajo që po pason. Dhe lexuesi udhëhiqet në një udhëtim të thellë që i krijohen përjetime, por edhe pikpyetje. Dhe ajo që ndodh është që është pak a shumë si një iceberg. Për atë që mund ta lexoj thjesht si një lloj historie, mund të shikoj një të tetën të saj. Por ai që do zhytet pak më thellë, do kuptoj se nuk është thjesht një histori e lehtë. Ekzistojnë simbolika, alegori, pra gjëra që fshihen përtej atyre fjalëve që lexohen, që të çojnë diku tjetër, në një botë që ndoshta dikush edhe mund mos ta kishte imagjinuar. Ajo që ndjej për librin është një lloj vepre që unë i kam vënë edhe zemrën edhe mendjen atje. Por e vërteta është se ndjej disa grimca qetësie
Dhe arsye sepse i ndjej këto krimsat e qetësisë është se unë kam lënë një vepër për njerëzimin. Pra, kam lënë tek ajo kështjella e mirësisë që po mundohet të ndërtoj njerëzit, kam lënë dhe unë një gur. Pavarësisht se sa i madh ose i vogël është ky guri, unë kam vendosur gurin tim. Dhe kjo më jep një lloj qetësie së brendshme dhe ndjej sikur larg qoftë diçka të ndodhi, ndjej sikur kam lënë diçka pas për njerëzimin. Uroj që ky libër ose kjo vepër të arrijë të gjej secilin prej jush, pra të arrijë të vinë në kontakt me ju, jo si një dhe mos të jetë një libër tjetër që po lexoj një histori tjetër, po të jetë më shumë se po realisht po prek një vepër dhe tek secili arrin të vinë në kontakt me diçka që e ka pas nevojë ose i ka munguar. Kështu që faleminderit dhe uroj që secilin prej jush libri t'ju gjej sa më shpejt.